Ministri i Financave, Petrit Malaj, ka deklaruar se sektori i ndërtimit do të jetë një nga motorët kryesor të zhvillimit ekonomik, duke theksuar nevojën për formalizimin e tregut të punës dhe deklarimin e pagave reale. Gjatë një konference për mediat, Malaj u ndal në performancën e sektorit të ndërtimit dhe turizmit, duke dhënë detaje mbi planet e qeverisë për të rritur transparencën dhe të ardhurat tatimore. Vetëm pak kohë më parë, administrata tatimore në një aksion që ushtroi në aktivitetin e disa prej agjensive më të mëdha imobiliare në vend, ka evidentuar shkelje të rënda. Dhe në fakt, shkelje nuk janë vetëm një dëm i shkaktuar ndaj buxhetit të shtetit, por është një dëm që shkaktohet edhe ndaj qytetarëve shqiptar, në të cilën në jo pak raste janë përballur me mungesë transparence të çmimeve apo mos lëshim të faturave, si dhe shkeljet kanë të bëjnë edhe me punojësit që punojnë në këto agjensi imobiliare, të cilëve ju mohohet deklarimi i pagave reale, duke kontribuar më pak në skemën e pensioneve, të cilat më pas përkthehen pasaj edhe në pensione më të ulta në një moment të dytë. Ndaj edhe objektivat e administratës tatimore, për këtë plan sektorial, do të orientohen kryesisht në formalizimin e tregut të punës, në deklarimin e pagave reale, por natyrisht edhe në rritjen e deklarimeve dhe të qarkullimit të xhiros së bizneseve që operojnë në sektorin e ndërtimit. Janë dërguar 13.418 mesazhe të personalizuara ndaj subjekteve që operojnë në sektorin e ndërtimit. Pas mesazheve ndërgjegjësuese, në fakt një pjesë e mirë e subjekteve kanë reflektuar dhe më konkretisht për rreth 118.000 të punësuar, të cilët janë të punësuar në sektorin e ndërtimit. Në muajin dhjetor 2025 kemi patur një rritje të fondit të pagave me 9% krahasuar me muajin shtator 2025, duke arritur në rreth 78 milion euro. Drejtori i përgjithshëm i tatimeve, Ilir Binaj, konfirmoi nga ana e tij se administrata tatimore do të vijojë aksionin për formalizimin e tregut të punës në ndërtim, i cili do të zgjas deri në maj 2026. Ai theksoi se një pjesë e bizneseve tashmë kanë reflektuar dhe njoftoi se prioriteti i administratës mbetet gjithashtu turizmi dhe siguria ushqimore. Qëllimi i administratës tatimore është gjithmonë edukimi i bizneseve drejt formalizimit, jo penalizimi i tyre. Por në rastet kur nuk ka reflektim, do të merren masat përkatëse në përputhje me legjislacionin tatimor. Aksioni është planifikuar të përfundojë në 23 maj 2026. Përveç ndërtimit, në fokus të përpjekjes së vazhdueshme për formalizimin e tregut, do të vazhdojë të mbetet turizmi dhe siguria ushqimore, për të cilat po përgatiten plane operacionale specifike. Si risi për vitin 2026 do të jetë trajtimi i informacioneve që na vijnë nga palët e treta. Akti i mosdeklarimit të pagës në sytë administratës tatimore është shumë i rëndë dhe si i tillë do të trajtohet. Ne do të përdorim të gjithë fuqinë që na jep ligji për të dekurajuar evazionin që lidhet me kontributet për pension. Aksioni kundër informalitetit të pagave në ndërtim ka hyrë në një rrugë të pakthyeshme, por për të arritur qëllimin e përbashkët kërkohet angazhimi i të gjithëve, institucionet, bizneset, qytetarët, të cilët mund na japin kontribut të vlefshëm duke denoncuar fenomenin e mosdeklarimit real të pagave në kanalet zyrtare të komunikimit të administratës tatimore. Ndër të tjera, ministri Malaj shtoi se prioritet mbetet jo vetëm ndërtimi, por edhe sektor të tjerë strategjik, si turizmi dhe siguria ushqimore. Malaj u shpreh se qeveria është e vendosur të krijojë një klimë biznesi të drejtë, ku çdo punonjës të ketë të drejtat plota dhe çdo biznes të jetë i përgjegjshëm.